korma. Oh, qa deshe ti të gjosh? That's going on. Qa do t'i gjosh? Ti tha, ke Është thjesht duket. A jeni bashkë si një bashkë na për video, na për për një shumë personale. Edhe pse jemi Big Brother, kish një ndjenjë të këtij lloji, është shumë personale. Edhe nëse kur e kam sqaruar me edhe është shumë bukur, edhe është shumë nice me pas. Publiku jashtë. Është shumë bukur edhe shumë nice me pas një ndjenjë është normalisht. Unë kam personale, edhe pse jemi Big Brother, dua ta di unë Gimbo dhe kush na ndjek jashtë. Nuk dua ta di Baby G, Krusita, Rogerti e të tjerë të tjerë. Vëdeshja përgjigjen e pyetjes duket anyways, ai kupton. Bravo, për sa kohë ti përgjigjen nuk e ke pa aty, siç ke pa situatën, ose sqarimi tonë nuk e ke parë aty, siç ke parë situatën, tregon që unë nuk do ta ndaj me ty dhe vllai Madh ma ka respektuar dhe nuk e ka ndarë me ty. Kupton? Përgjigjen time e din DJ Gimbo. Përgjigjen e Gimbos ndoshta mund ta ndaj me ju, ndoshta jo, I don't care. Përgjigjja ime është vetëm për Gimbo. Se doni me majtë sekret. Jo, kjo është gjëja ime personale. Nëse vllai Madh është sekret, nuk doni me thonë. S'është sekret, s'është sekret përderisa po, përderisa kena vëllë çtu te kamera, nuk është sekret. Unë nuk dua ta dish ti deri në një pikë që vllai Madh ta ndajë me ju tregu sqarimin tonë që kemi bërë ne te dhoma Grimit. Deri në atë moment, për sa kohë nuk e ke pa, tregon që jo, fundit të shpiva çdo me lënë tonë do e kupton edhe me gjërat që të bëj ti. Për lojë apo për pëlqimin? Nëse po pyet për lojën, jo, të dyja këtu jemi në lojë, kur nuk je të fol ti për pëlqimin, normalisht ka më marr si lojë, se nuk është që jetë të fol ti si një gocë me një gocë që don me fol fiks për ndjenjat. Po janë se ti je të fol si lojtare, se normalisht unë të fol si lojtare as well. Do sa marr ose jemi, po shoqjet e mia nuk ose mundesh me ta Gordan nuk me ta thon këtu para gjithë njerëzve flasin më shumë ne, e kupton? Edhe fol si nuk jepemi shumë nga jashtë, një njerë jemi taku, edhe kur jemi taku për qef me shoqyt përbashkët. Shoqyt e mia, kur unë njoh një djalë, nuk më pyesin që si është, si po duket, çfarë marrëdhënie ke, sepse unë nuk e kam tipin që unë flas për gjërat e mia. Ndoshta kur dalim jashtë edhe takohemi edhe të bëhemi pak më të afërta, ke për ta kuptuar që çfarë janë të mia, janë të mia, pavarësisht se këtu jemi Big Brother. Nuk je mësuar, ama këtu jetoj bë para të gjithë njerëzve, se atje ti shtëpia kur kush nuk sheh. Këtu abisi jetoj bë para njerëzve. Si je mësuar me fol shoqërisë, bë këtu jetoj tregu para krejt shqiptarëve dhe është shumë normale që njerëz kanë me pas para krejt shqiptarëve, po jo para teje. Edhe ti po pyet tani çka kam thënë unë Gimbos. Nuk po them, nëse do ta shikosh aty, e merr për. Jo çai ka bë Gimbos, unë isha pyetje nuk ishte vetëm për ty, ishte edhe për Gimbo, nuk ishte personalisht vetëm për ty. Ishte like çajri të bë. Çfarë po tani Gimbo mund të flasë për herën e fundit e kam pa Gimbo si e mërzitur, e kupton prej çka ka pa, edhe herën e fundit prej Prime e kam pa pak prapë e mërzitur.